Pas shtimit të rasteve të aksidenteve që përfshin skutera dhe monopatinat elektrike, qeveria ka vendosur ndalimin e përdorimit të tyre në rrugët e vendit. Vendimi po zbatohet edhe në qarkun e Gjirokastrës. Qytetarët ndahen në mendime për këtë mas, teksa një pjesë e shohin si të nevojshme për rritjen e sigurisë, ndërsa të tjerë kërkojnë rregulla më të qarta që të mos ndëshkohen përdoruesit e kujdesshëm. Mendoj që është një vendim i drejtë. Në shumë raste kanë qenë burim aksidenti, sidomos për shoferët. Nuk ndjekin rregullat e sigurisë, ashtu që duhet marrë një veprim. Mendoj se nuk janë të gjithë që nuk i ndjekin rregullat, por shumica po. Po tani rrezik është ajo, po ideja është që ka njerëz që duan të ikin në punë, mund ta kenë larg edhe të marrin masa mbrojtëse, po jo fare ti ndalojmë. Shumë mirë ka bërë që e ka hequr. Mendoni se ishin rrezik për Ishin rrezik për aksidentët. Shumë rrezik për aksidentët. Të gjithë ndoshta si keq përdorin, po ata që keq përdorin krijonin shumë rrezik për njerëzit. Vendimi i qeverisë nuk na u duke i drejtë, për arsye se ka shumë njerëz që shkojnë në punë, në shkollë dhe përdoret për shumë gjëra. Pastaj ajo mund të bëjë dhe me gjob ose mendoj një gjë tjetër, nuk ishte zgjidhje direkte ishin. Ndërsa qeveria synon në rritjen e sigurisë rrugore, ndalimi i monopatinave ka ndarë mendimet e qytetarëve. Ata kërkojnë më shumë siguri në rrugë, por edhe rregulla të qarta për përdorimin e mjeteve moderne të transportit.